Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pini një lugë uthull-molle para gjumit dhe nuk do ta besoni çfarë do ju ndodh. Uthulla e mollës po tërheqë gjithnjë më shumë vëmendje për përfitimet e saj të mundshme për shëndetin, sidomos kur përdoret në mënyrë të reduktuar. Sipas të dhënave dhe studimeve të ndryshme, ajo mund të ndihmojë në kujdesin e lëkurës duke u përdorur edhe për probleme si për shembull aknet, zbokthi apo irritimet nga dielli. Po ashtu disa njerëz e përdorin për freskimin e frymëmarrjes dhe ikjen e erës së keqe të pakëndshme nga goja. Konsumimi i një sasie të vogël uthull-molle çdo mëngjes mendohet se ndihmon në përmirësimin e tretjes duke balancuar njëkohësisht simptomat e refluksit acid. Një studim i Universitetit të Arizonës ka treguar se konsumimi i uthullës së mollës së bashku me ushqimin mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e nivelit të sheqerit në gjak krahasuar me ujin e thjeshtë. Gjithashtu, disa kërkime kanë sugjeruar se ajo mundet që të ketë efekt antibakterial dhe njëkohësisht të ndihmojë në mbrojtjen e trupit nga disa infeksione tepër të lehta si për shembull ftohjet sezonale. Uthulla e mollës përmendet edhe për ndikimin e saj në rritjen e energjisë dhe në proceset e pastrimit të organizmit, duke ndihmuar gjithashtu trupin tuaj që të eliminojë toksinat. Megjithatë, ekspertët këshillojnë që uthulla të përdoret me kujdes dhe njëkohësisht në sasi të vogla pasi është acidike dhe njëkohësisht mundet që të irritojë edhe stomakun tuaj. Përse rekomandohet që të pini uthull-molle çdo ditë? Uthulla e mollës gjithashtu nuk përmban kimikate dhe ajo krijohet në procesin farmaceutik të lëngut të mollës duke përdorur baktere të acidit acetik. Acidi acetik dhe malik gjithashtu do t'i jap uthullës një shije të mirë fantastike, të thartë dhe intensive. Uthulla e mollës për trajtimin e sëmundjeve filloi të përdoren nga Hipokrati, babai i mjekësisë, që atëherë ky lëng me ngjyrë të artë është i njohur gjithashtu për efektet e tij të dobishme në shëndetin tonë. Sasia e rekomanduar ditore e uthullës së mollës është një lugë çaji dhe duke qenë se ka një shije mjaft të mirë dhe intensive, disa njerëz nuk e pëlqejnë. Prandaj ajo mundet që të përzihet së bashku me ujin. Përveç kësaj ka receta tërësisht të ndryshme natyrale për një pije me uthull-molle. Për një filxhan, ne ju sugjerojmë, për sa i përket shëndetit, uthulla e mollës është e njohur gjerësisht për vetitë e saj kuruese. Të gjitha këto janë sëmundje me të cilat ju mund të ndihmoni veten tuaj duke pirë një çaj uthull-molle çdo ditë. Pesha e tepërt, uthulla e mollës gjithashtu do të ndihmojë edhe në humbjen e peshës. Këtë e vërtetojnë që studimet pjesëmarrëse kanë treguar se personat të cilët konsumojnë uthull-molle, sidomos gjatë ditës, konsumuan mesatarisht 275 kalori më pak se pjesëmarrësit e tjerë të këtij testi. Bakteret dhe njëkohësisht kërpudhat. Uthulla e mollës është e njohur gjerësisht si antimykotike dhe antibakteriale. Kjo uthull gjithashtu me sa duket përmban të gjitha vitaminat dhe mineralet e nevojshme për të përdorur gjithashtu për të dezinfektuar plagët dhe lëkurën. Problemet me tretjen, uthulla e mollës gjithashtu stimulon tretjen dhe nëse ju keni një stomak të ndjeshëm, një lugë gjelle uthull-molle çdo ditë mund ta zgjidhë problemin tuaj. Acidi acetik stimulon gjithashtu prodhimin e përshtymës, acidit të stomakut dhe gjithashtu të lëngjeve tretëse.
veçanërisht enzimave tretëse, tripsina dhe lipaza. Tretja do të jetë më efikase dhe në këtë mënyrë do të reduktohet edhe problemi i urthit, kapslëkut dhe fryrjes. Nivelet të paqëndrueshme të sheqerit në gjak. Nëse ju pëlqejnë ushqimet e pasura me karbohidrate dhe njëkohësisht keni nivele të larta ose të paqëndrueshme të sheqerit në gjak, është mirë që ju të pini uthull molle. Përkatësisht, uthulla e konsumuar në kombinim me karbohidratet e tjera do të rrisë ndjeshmërinë e insulinës. Me fjalë të tjera do të thotë se insulina do të funksionojë më intensivisht dhe qelisa do të jenë në gjendje ta përdorin më shumë sheqerin dhe karbohidratet. Rezultatet do të jenë që ju do të ndiheni më pak të lodhur dhe do të keni më shumë energji. Ftohjet dhe viruset e shpeshta. Përveç vitaminave dhe mineraleve, uthulla përmban edhe ekur, kalium, bakër, silicë dhe pektin. Kjo është edhe arsyeja pse ky lëng është një përforcues i përsosur i imunitetit tonë. Është mirë që ju të kombinoni një dietë të shëndetshme me konsumimin e uthullës. Në këtë mënyrë ju do të bëni shumë mirë për shëndetin. Uthulla e mollës nga ana tjetër ofron edhe rënje nga pesha. Uthulla e mollës gjithashtu rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet një vakt i pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumimi ditor i uthullës gjithashtu ndihmon në paksimin e depozitave djamore dhe në rënien nga pesha. Më pak toksina. Sipas ekspertëve, uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton që ju të tresni një lugë gjelle me uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini rregullisht. Sheqeri në gjak. Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon gjithashtu në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi juaj arrin të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Disa studime madje kanë zbuluar se konsumi i uthullës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit në gjak, një efekt i cili zgjat deri ditën e nesërme. Infeksionet. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin i cili shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një kur shumë të mirë kundër mykut e cila prek zona të ndryshme të trupit. pH-i. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flok. Ju mundet ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke e tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Gjithashtu, sipas ekspertëve, uthulla e mollës do të ndihmojë që ju të keni sa më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fiber e cila njëkohësisht e mbron stomakun tuaj. Përveç tretjes dhe njëkohësisht problemeve të paksuara me stomakun, uthulla nga ana tjetër do të shërbejë edhe si një laksativ, duke zgjidhur kështu çështjes si konstipacioni. Mirë po, gjithmonë duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.